Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço ka folur lidhur me krimet zgjedhore dhe fenomenin e blerjes së votave, ndaj të cilit ai shpreh se duhet një përkushtim më i madh. I pyetur se a priten arrestime në flagrancë nga task forca lidhur me këto zgjedhje të 11 majit, Karamuço shprehet i bindur se praktikisht duhet ketë, duke sjell edhe disa raste. Nëse nuk ndodh deri të dielën, atëherë SPAK e ka humbur efektin parandalues. Me efekt parandalues ka policia e Dubajit sesa policia jon. Edhe në 2021 kemi patur informacione që janë dërguar para nga Dubai për të vënë në shërbim të personave të caktuar që mund të blinin vota. Se sa ja kanë arritur qëllimit nuk dihet, por në një ndalim të fundit që është bërë, janë 3-4 eksponentë që vetëm për njërin është bërë ditur që është kthyer në Shqipëri, pra i deportuar dhe jo i ekstraduar, ndërsa për të tjerët nuk thuhet asgjë, sepse nuk janë për llogari të shtetit shqiptar, por janë për të disa organeve legjizbatuese evropiane. Janë shqiptar dhe njëri prej tyre është një nga më të fuqishmit të trafikut ndërkombëtar. Janë të kapur dhe do të deportohen në vendet europiane që i kanë kërkuar. Njëri prej tyre është dyshuar se ka hedhur në Shqipëri shumë para për zgjedhjet e vitit 2021, ka operuar kryesisht në Amerikën Latine, kërkoi nga policia spanjolle bashkë me personat e tjerë që janë ndaluar, tha eksperti në Euronews Albania. Karamuço ndalet edhe në një detaj tjetër, ai rënies së euros në Shqipëri, fakt ndaj të cilit eksperti ngre dyshimet se kjo mund të shërbejë për blerjen e votave. Ky veprim që ka kryer ky organ tjetër ligjizbatues i lindjes së mesme ka një lloj efekti që vjen deri në Shqipëri në lidhje me mbylljen e rubinetave të këtij financimi. Jam pesimist për shkak se sot kemi patur ditën kur euro ka pasur nivelin më të ulët historik në Shqipëri. Kjo do të thotë se ka një prezencë të jashtëzakonshme në treg të likuiditetit euro, i cili mund të shërbejë edhe si një mekanizëm për të bler vota. Autoritetet duhet të jenë të shqetësuara më shumë tani se më parë në lidhje me fenomenin e blerjes së votës, shton Ervin Karamuço.